zërnecin për protestën në Tiranë, për pikat, 5 pikat që u lançuan brëmjen e djeshme nga protestuesit, por më shumë në këtë bisedë sot do fokusohemi në aspektin ekonomik sesa në atë politik, edhe çështjen do ta trajtojmë pra gjithë këtë situatë në Shqipëri me profesorin Azmin Stringa. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju. Profesor, tashmë që kanë kaluar, jemi në javën e 4. Keni më dyshime nëse ky është një projekt që nisi atje për një turizëm të vërtet apo një biznes imobiliar për çitje vilash që më pas kaloi çështja edhe në politike. Pra ka sekrete me projekti, sepse edhe kompania e Kushnerit në mos gaboj dje kishte reaguar duke thënë që ne nuk kemi të përfshirë drejt për drejt në këtë. Pra një rrjet kompanish. Kjo është e bukur e kësaj teme që gjithçka këtu fillon nga mungesa totale transparencës nga qeveria, e cila e ka bërë këtë gjë. Këto informacionet që ti përmend janë informacione që njerëzit nga ulumtimet ose nga presioni mediatik po dalin në pa. Nga ana e qeverisë ne nuk kemi parë asnjë dokument, asnjë studim, tani janë të rrequr edhe nga 4 miliardë që thanë ishte vlera e vjetër, po ne nuk e dinim çfarë thot Ministria e Ekonomisë, nuk thot tjetri, edhe një mungesë totale transparence, një mungesë totale, një inkoherencë totale, që është fatkeqësi dhe kjo është bërë praktikë, është bërë modë në Shqipëri. Ne do të kemi parasysh diçka që baza e demokracisë është transparenca dhe llogaridhënia. Në një vend ku kërkohet mirëqeverisje dhe mirë menaxhimi i financave publike i pasurive të qytetarëve shqiptar. Kurse në vendet autokratike edhe në vendet diktatoriale, baza e qeverisë është censura edhe ajo që quhet beso po pa kontrolluar, merret me riqen atë që vjen nga lart, nga qeveria versione. Fatkeqësisht ne sot nuk kemi asnjë dokument për të mbështetur që prezantimet e qeverisë dhe përkundrazi kanë dalë në pa projekte, studime, por edhe deklarata si të Kushnerit, që këtu kemi të bëjmë thjesht me këta biznesmenat shqiptar me ca ortak të vetë të huaj si prestanome për një industri zhvillimi të asaj tipike siç quhet, që kryeministri jon se ka qef ta marketoj, po modeli palasës që është hapur tani po flitet shumë hapur edhe troç, ai është modeli që këta model ekonomik në këtë mënyrë pra. Jeni kundër këtij modeli ekonomik? Ai është modeli i tmerrshëm. Mendoni pak diçka, kryeministri jon nuk e thot. Është hapur në mënyrë të padrejtë kjo që po folë kundra turizmit, pas fol kundra turizmit, po bëjmë rregullim turizmin, është një çmenduri. Unë kam thënë disa vende të tjera. Shqipëria sot e ka peshën që të turizmin në ekonomi, po aq sa Greqia dhe Kroacia, që janë tek 25% i ekonomisë së tyre. Edhe pyetja që çuhet është, sa do ta çojë ky kryeministër turizmin si peshë të ekonomisë? Ka ndonjë vend në mesdhe edhe në Europë që e ka më të lartë se 25%? Apo do ta bëjë si Maldivet, që janë vende që s'kan asgjë, kanë peshkim edhe turizëm. Pra ai model ekonomik nuk funksionon. Modeli ekonomik është ai që është i diversifikuar. Fatkeqësisht Shqipëria është e përqendruar në 3 sektor: turizëm, ndërtim dhe bujqësi, e cila po shkatërrohet si fatkeqësisht si sektor, si rezultat i turizmit dhe ndërtimit dhe paraspisët. Edhe nuk ka vend tjetër në botë, as në Europë, që ka këtë kombinim në këto 3 sektor me kaq produktivitet të ulët, siç e kemi ne, sidomos në sektorin e ndërtimit dhe turizmit. Gjithashtu, modeli turizmit që kemi ne është një model turizmi nga ai që quhet modeli i turizmeve të safarit, ose turizmi i enklavës me gardh, siç e pam ne, modeli që zhvillohet në palas. Ky model turizmi është dhe më i keq se turizmi vetvete, pra, që ka Spanja, që ka Greqia, që kanë këta. Pse? Sepse të gjitha vendet mundon të kenë turizëm gjithvjetor, të kenë turizëm të diversifikuar dhe të kenë turizëm që përfiton një pjesë e madhe e shoqërisë. Nga ky lloj turizmi i enklavës nuk përfiton, gati 99% e shoqërisë nuk do përfitojë. Po, ju pak më parë 25% është pesha e sektorit turizmit. Po, nuk do çfarë ka të keqe nëse do fokusoheshim më shumë siç thotë qeveria, pra në këtë rast po mundohem të sjell këndvështrimin e saj në bisedë, që të turizëm elitar, pra mos fokusohemi vetëm në cifrat 15 milionë, 10 milionë, 20 milionë turistë, po ata që të vinë të jenë elitar. Ja ta japum përgjigje, se nuk është problemi që
E para trim të kjo njerë. Kur unë them që 25% e ekonomisë është turizëm, e diti kush janë vendet që kanë më shumë se 20% e ekonomisë turizëm dhe pastaj bujqësi që kemi ne, janë vende si Vanuatu, Tongo, Ruanda, e ke pas që shkojnë këto elitat, e ke pa dhe janë dhe këta shqiptarët e pasur që shkojnë të këto rezortet, e ke vënë reti, edhe vetë vrinë në rezort, ka një person me makinë që i shoqëron, apo jo, kurse aty mas gardit janë ata që i bin me çekiç akoma si para 2 shekujsh. Qofse ai model është model që jep rritje ekonomike, pse elit janë këta që shkojnë atje apo në Afrikë, qofse ai model si rritje ekonomike, atë do të rritje ekonomike në Shqipëri, por nuk si rritje ekonomike edhe modeli. Dhe merr zinxhirin, shumë kollaj. A diti që ata njerëz nuk kanë as interes të blejnë, produkte bujqësore vendase? Pse? Sepse ata i duan të standardizuara. Kështu që dhe ato produkte që do japësh ti për ushqimin aty në këto hotele, do vinë të gjitha të importuara. Pra ju thoni që edhe nëse do ishte 4 miliardë investimi, shërbimi, investimi, do ikën të gjitha nga jashtë. Do xhiroheshin jashtë. Do gjitha do vinin nga jashtë. Dhe sigurisht gjë më e bukur. Pse nuk e bëjmë unë këtë pyetjen? Pse nuk bëjmë modelin që ka kryqëzit të turizmit? Ne kemi qenë gjithë në Greqi që shkojnë kroçera e gjëra, pa thënë se cili grek është efendikoi i hotelit vet, apo jo? Edhe kur e blen një tokë, diti sa e ke planifikimin, që koeficient që mund ta bësh apo jo. Kemi edhe shqiptarë që kanë filluar kanë bler atje. Për shqiptarët kanë më të lehtë të investojnë në turizmin atje se të investojnë në turizmin këtu. Shqiptarë nuk bëhet dot zot i këtij. Dhe ne shkojmë me kënaqësinë në Greqi, gjejmë ato dhomat, gjejmë ato plazhet, gjejmë ato të gjitha, Pak veta gjen në Greqi këtë model në rezorteve të përhapura. Dhe gjë tjetër është këtu pastaj që ti thua, do të ka diçka perverse kjo. Që ky lloj modeli po u bë me këtë turizmin elitar që thuhet, nuk ka nevojë për shqiptarët, është model që nuk ka nevojë për Shqipërinë, si model ekonomik, nuk ka nevojë për popullsinë shqiptare që të begatoj. Mendoj kështu. Konsumi, ata që vinë dhe blejnë, janë këta elita, Nuk interagojnë fare me popullsinë vendase. Punonjësit i marrim gjithë nga lindja, Filipine, Bangladeshi, ushqimet i marrim të gjitha nga importi. Se mbajmë një popullsi jashtëfshatarët që rinë atje mbrapa gardhit, që edhe ata nuk i lejmë të futen, po do ta shesin një herë tek grumbullusi, që grumbullusi ta çojë për shembull tek ta fornitorët e mëdhenj, që të hapi ai supermarketin brenda gardhës, nuk do t'i lejë ai, se është budallak ta oligarkët shqiptar, të cilët do mbyllin gjithë ciklin. E kupton, këta do të marrin edhe turistin, i shesin edhe naftën, i shesin edhe supermarketin. Jam i qartë, nuk ka nevojë fare për prodhuesin shqiptar. Duan ta mbyllin gjithë ciklin dhe çelësi për këtë është sa më e vogël të